Shëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur përgatit bombica me hurma që bëhen tepër të shishme. Krejt që ka ju nevojiten pra, prej përperzve janë 20 hurma, i merrni dhe ja largoni normal forat brenda. Një gotë 200 ml mbushni me orra, një gotë 200 ml me kokos, një lugë të gjellës me kakao. Bismillah, fillojna me përgatitjen tek blenderi ose mikseri, hedhim së pari orrat edhe kokosin të dyja. Plus kakao, një lugë të gjellës, edhe e blujna orrat ku përzihet edhe kakao me kokosin shumë mirë. Mbas iftarit për me kofe kanë mjë knoq, e mbyllën. I kemi blu, tash të marrim ejen ku edhe qesim. Tek blenderi ose mikseri tash të e qesim pra hudrat pa hurmet. I kemi qitë në një ejen. Tash të tek blenderi ose mikseri qesim hurmat. Mbasi kemi blu edhe hurma, tash të i përzina të gjitha së bashku. E kemi përzi mirë, tash të i ndojna pra edhe bombicat edhe ja dhojna normal formën rumbullake. Më të shishme nuk ka që po. Provane e shef në vetë, përgatitën pra shumë shpejt, edhe tepër me shije. Ja dhojna format e lajna në një pjatë omash. I kemi formua dhe bombicat, si shifni tash i morim 2 pjata, njënën qesim prap kokos, ku i rrokollisim edhe bombicat, tjetrën merrni ose orra të blume ose lajthia, cilën t'ju qëllon ose veç kokos, i renditim pra dhe bombicat, prap në një pjatë tjetër. Edhe kështu duken bombicat, i kemi rendit, si që për shefni kanë mjë knoq, një peprejna me thik që ta shefni ju, se si duken nga brenda, e lomet ju, që keni më shiju mbas iftarit për me kafe. Kanë mjë knoq, provani dhe do bindin i vetë. Neve na bëfshin mirë, juve po ashtu që i provani, agjerim të lehtë e të pranuar, faleminderit që më ndjekni. Faleminderit për komentet të bukura e deri në resetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pafshi.